fermerët që miren me prodhimin e fidoneve. Mas pari do të me ditë me zgjedh mallësinë e vrimave të modulit. E dyta do të me zgjedh substratin. E treta do të me zgjedh forën kualitative, do të thonë forë që është e prodhuar prej instituteve të njoftuna që është e trajtuar me fungicide dhe do të me pas kujdes në temperaturë, nëse s'ka temperaturë të mjaftueshme. Fora nuk mundet me binj ose rrezikohet për mu prish. Krejt, do me thonë sigurimi i temperaturës lagështisë optimale edhe si të mbin fora pa marrë parasysh e perimeve apo e luleve, miniherë du të me zbrit temperatura për 3 deri në 5 gradë Celsius, du të me moj temperaturën ma ullt. Tani, arsyeja është që me prodhu fidan, do me thonë, mos zgjatë fidoni, temperatura e lartë mundet me zgjatë fidoni, dhe si që zgjatët fidoni aty, reflektohet në rendiment e hup imunitetin për më mbrojt prej smundjeve, prej insekteve e tjera.